Europa duhet të rrisë ndjeshëm shpenzimet e mbrojtjes për shkak të kërcënimit rus. Kjo është e nevojshme jo vetëm për të ndihmuar Ukrainën, por për të gjithë kontinentin. Paralajmërimi ka ardhur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në fjalimin e saj në Parlamentin Evropian. Rendi i sigurisë evropiane po tronditet dhe kaq shumë nga iluzionet tona po shkatërrohen. Koha e iluzioneve tani ka mbaruar. Evropa është thirrur të marrë më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e saj, jo në një të ardhme të largët, por sot, jo me hapa në rritje, por me guximin që kërkon situata. Ne kemi nevojë për një rritje të mbrojtjes evropiane dhe ne kemi nevojë për të tani. Ne po përballemi me një krizë të sigurisë evropiane, por ne dim se është në krizë që Evropa është ndërtuar gjithmonë. Pra, ky është momenti për paqen përmes forcës. Ky është momenti për një mbrojtje të përbashkët. Paqja në Bashkimin Evropian nuk mund të merret si mirëqen. Për të arsye, theksoi shefi AKS, duhet të rriten detyrimisht shpenzimet për mbrojtjen. Von der Leyen vuri në duke se Rusia prodhon më shumë armë se Europa e marrë së bashku. Ajo shtoi se në krye të gjithë kësaj është Vladimir Putin, të cilit nuk mund t'i besohet. Nëse i shikojmë shpenzimet ushtarake në terma real, Kremlini po shpenzon më shumë se e gjithë Evropa së bashku. Prodhimi i Evropës është ende në një shkallë më të ulët. Putini ka dëshmuar her pas here se ai është një fqinj armiqësor. Atij nuk mund t'i besohet. Ai vetëm mund të pengohet. Shefi AKS shpreson që një fond i ri për 150 miliard eurosh i shoqëruar me përjashtime të përkohshme të disa investimeve të mbrojtjes nga kufitja rrep të borxhit dhe deficitit të bllokut dhe masa të tjera mund të rrisin deri në 800 miliard euro aftësi mbrojtje të Bashkimit Evropian.